Besoj gjithë e mbani mend surprizën që i bëri Mateo Brikenës me një arush, me lule, me gjëra, me një situatë tepër romantike e kështu me radhë, surprizë nga e cila Mateo priste një përqafim, një fjalë të mirë nga Brikena, po sa bukur. Ndërkohë Brikena nuk i dha këtë, por i hapi një derë, një dritare të vogël për t'u njohur. Dhe kjo sigurisht që i pëlqeu Mateos, dhe tani ata po njihen. Ja për shembull një dialog, një moment ku ata janë vetëm për vete me njëri tjetrin, dhe një dialog tepër romantik. Shiheni pak. Mirë ka atë që shmang debatin se mirë me çun prajm për shembull, mirë s'ka çfarë përgjigjesh t'japi. Plus thot pse t'japu këtë të rëndësi ka atë. Jo që s'ka përgjigje, po se nuk e lën Ajsar është bashkë me Selini nuk e lën kur me fol. Ajo krejt fol. Po. Ajo nuk e lën këto me fol. Gjëni deri në fund. I veç shmanget. Nëse të lojna atë më në mirit se më dham kryt mirë. Gjithë ditën këtu në shtëpi e kam se. Unë nuk e dija që një bisede mirë që për t'u njohur me njëri tjetrin, një vajzë dhe ideal, që nga për të folë për Mirin dhe për Selin. Wow, Mateo, për lere më vlla, lere Mirin në zotri. Lere më burr. Ai ke thënë që je lojtar i dobët. Lere mos u merr me të. Nëse është lojtar i dobët, mos u merr. Unë se kuptoj çai të bë. Pra ulesh ball për ball me Brikenën dhe i flet për Mirin. Ajo vet po thot, lere atë muhabet Miri, na lodhe me Mirin. Po ta thot vetë mor. Po ta thot vetë. O Mateo, se nëse ju të dy uleni me njëri tjetrin dhe nuk flisni me njëri tjetrin për t'u njohur, atëherë ne kemi drejt mendojmë që ju po e zvarrisni këtë marrëdhënie për lojë, për t'u bërë interesant, për ta shtyrë sa më shumë qëndrimin e këtë Big Brother. Po ju lutem, të ju jeni vetëm dhe flisni për Mirin, do të thotë që s'keni nevojë të njiheni, se s'po kuptoj këtë gjë. Tash si të mendojmë ne? Është lojë kjo gjëja juaj apo është e vërtetë? Apo nëse është e vërtetë, kur ju jeni të dy vetëm, flisni për njëri tjetrin. Nuk mund të flisni ju të dy vetëm tash për Mirin për Selin. S'bën sens. Nuk bën sens. Okej.